Hamdi takon Allahu Gjeleshanuhu, salavatët qofshin bi vullën e pejgamberisë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Gjematin e rumë, ne në fillim të Kur'anit, në fillim të Musafit, pas elhamdulillahit nisën surja Bekara, një prej sureve më të gjata në Kur'an. Ajetet e para të cilët fillon kjo sure, që një numër i madh besoj ndoshta edhe i dim përmend Elif Lam Mim Dhalikal Kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Në këtë fillim të surës, Allahu Gjeleshanhu i tregon cilësitë e besimtarëve. Cilët janë cilësitë e besimtarëve të devotshëm? Allahu Gjeleshanhu tregon se Kur'ani është një libër që s'ka dyshim. Dhalikal Kitab, pra ky është një libër la raiba fihi. Nuk ka shyben të, s'mund bosh dyshim të. Huden lil muttaqin, është udhëzim për të devotshëm. Pra kanë e udhëzoj ka Kur'anin? E udhëzon të devotshëm. Jo si cili xhamat gjen udhëzim Kur'an. Plot ka që e lexojnë Kur'anin, ama nuk udhëzohen në Kur'anin. Shumë pak janë ata të cilët Kur'ani halisi drejton si duhet, je se musliman besimtar i vërtet. Disa vetëm formalisht lexojnë shkronja, disa vetëm formalisht i hecin fletët, ama nuk e lexojnë Kur'anin që gjeje udhëzim të, që qese huden lil muttaqin. Po kush janë këta muttaqin? Kush janë këta devotshëm? Përmenden 6 cilësi xhamat. 6 cilësi të cilët i kanë të devotshëm që udhëzohen nëpërmes Kur'anit. E para, yu'minune bil ghaib, e besojnë thot të fshehtën. Pra ajo çka Zoti e ka msheh prej synit tonë, ata e besojnë. Ne me laqet nuk i shohëm xhamat, ama i besojmë se Allahu ka thonë, pejgamberi ka thonë, dhe ne i besojmë edhe pse nuk i shohëm. Ne botën tjetër nuk e kina pa xhenetin dhe xhenemin, ama i besojmë se kjo është besimi. Ta besojsh pse Allahu ka thonë, pejgamberi ka thonë, se sikur ti kishim pa, ma nuk dhe ishim besimtar, atër dhe ishim dëshmitar. E ka dallim në mes besimtarit dhe dëshmitarit. E Allahu nuk desh që ne të bofmi dëshmitar, po lypi prej neve të bofmi besimtar. E besimtari e beson edhe pse se ka pa. Cilësia e dytë, yuqimuna salat. Yuqimuna salat, e falin namazin. Pra besimtarin e fal namazin. Një besimtari cili është besimtar që udhëzohet me Kur'anin dhe është i devotshëm, ai e fal namazin. S'mund ti të bëhesh i devotshëm pa namaz. Nuk mund bëhesh besimtari i devotshëm pa e fal namazin. Ku shkon te Zoti pa namaz? Ku del te Zoti pa namaz? Namazi është esenca e ibadetit. Krejt ibadetet tjera i kemi në vjet, haxhin e kemi në jetë një herë, a namazin 5 herë në ditë? Ku shkon pa namaz? Ajo është lidhja e sigurt dhe lidhja e vërtet në mes besimtarit dhe Allahu Gjeleshanu. Cilësia e tretë, mimma razaqnahum yunfikun. Prej asaj thot Zoti që ne u kemi dhënë, ata thot japin. Pra jep sadaka, jep zekat, jep fitra. Pra besimtari i devotshëm, ai nuk shikon vetëm të marrë. Besimtari i devotshëm që udhëzohet përmes Kuranit, ai shikon ndihmoje të tjera. Ai mundohet që edhe tjerët ta kini lumturi të cilën edhe ai e ka. Se xhamat sa të jep lumturi ndihma e tjetrit, ndoshta pse e harxhon për veti ndonjëherë sa e pa kënaqësi. Ti mendon se nëse mban parë sa më shumë për veti të kënaqesh, parë ki e plot ama s'në kënaqesh. Ama pak i ndihmon dikujt, ndjen në zemër një kënaqësi. Pra Allahu Gjeleshanuhu të bën ta ndjesh kënaqësinë kur ti të ndihmosh të tjerët. Mimma razaqnahum yunfikun. Pre asaj që ne thot Allah ja u kemi dhënë rrezik. Pra, çka tregon Allah me këtë Kur'an? Nuk e ke fitu ti. Mimma razaqnahum. Ne thot çka ja u kemi dhënë rrezik juve. E ti shpërndan. Pra Allah i ka dhënë, e ti prej asaj çka të ka dhënë Allah i jep. Jo se ti jep diçka prej teje. Ti nuk jetë e dhënë diçka tëndën. Ti jetë e dhënë atë çka Allah i ta ka dhënë ty. E këtë duhet ta kuptojmë shumë mirë xhamat. Se ne nuk jemi pronarët e kurxhajit. Kur ke ardhur dynja, ke pas dhënë se me veti. Jo. Kur del prej kësaj dynjaja, merr diçka me veti. Jo.
Dhe thot, si ka arë që ashtu del, qka do thote kjo, kur gja nuk është e jotja. As ke pru diçka, as dëmarsh diçka. Pra ndaj, këtë dynja je pra misafir, mos me ndo se diçka ti e ke bon. Po Allahu ta ka dhon, e qatë qka ta ka dhon Allahu, je pu tjerë. Pra kjo është cilësia e tretë. E katërta, ju minu në bima unzile i lejk. E besojnë atë që tu ka shpal ty, pra e besojnë Kur'anin. Besimtari devotshëm beson Kur'anin, e beson se e ka libër të shenjtë, e beson se e ka libër që ja udhëzon rrugën e drejtë, i ndihmon ta gjejë dritën këtë botë dhe në botën tjetër. Nëpërmes Kur'anit ta gjejmë rrugën e xhenetit. Pra Allah xhalesha thot në vijim, wa ma unzila min qabl. Dhe besojnë në librat që u kanë shpallur përpara. Pra e besojnë Kur'anin dhe i besojnë librat e shpallura më herë. Pra Teuratin, Zeburin, Injilin, që u shpallën të pejgamberët e tjerë, edhe ato i besojmë. Pra ne nuk e besojmë vetëm Kur'anin. Kur'anin po se po, ama i besojmë edhe shpallje tjera. I besojmë gjithë pejgamberët prej te Ademi a.s. deri te Muhamedi a.s. Një zinxhir i papkutëm, një mesazh i njëjtë, një thirrje e gjithëve në besimin në një Zot. Kjo ka qenë lidhja e gjithë pejgamberëve. Misionin e njëjtë e kanë pas gjithë pejgamberët. Ne zbof misi jehudit, të cilët besojnë deri te Musa a.s. ama mbas Musës a.s. thonë nuk ka pejgamber. Krishterët thonë mbas Isës a.s. s'ka pejgamber. Ndërsa ne i besojmë krejt prej te Ademi a.s. deri te i fundit Muhamedi a.s. Pra gjithë librat dhe gjithë pejgamberët i besojnë këta besimtarë të ndershëm. Dhe gjashta si cilësi që përmendet në këtë pjesë të ajeteve, wa bil akhirati hum yuqinun. Dhe në ahiret janë të bindët. Pra besimtari xhamat është i bindët se ka ahiret. Çfarë nuk kupton kjo? Ti je i bindët se një ditë të dalim para Zotit në botën tjetër. Si jemi të bindët që tash si e shohëm njëri tjetrin, se jemi në këtë dynja, ti jemi të bindët 100% se çka kështu do të jemi edhe në botën tjetër do të dalim. E dikush i xhamat kuron pyetje bota tjetër bëhet shibe. Ku e di be thot pela do kese dynja tjetër. Nëse bëhet shibe sa ka botë tjetër ajo. Ne u dhu pilat disa si bëjnë talje, po kush u ka kthy be hoxha të kallzoje. Po ti ato të çohet të një pivori të kallzoje ty se ka s'ka. Fundit nëse ti s'beson edhe miliona tjerë ka që s'besojnë. Ama me çfarë do të mbushet xhenemi. E prandaj kujdes cilës tajfe do t'i shkojsh mbas në ditën e gjykimit. Farikun fil jannati wa farikun fis sa'ir. Një grup për xhenet, një grup për xhehenem. E tash kujdes cilës grup do t'i bashkangjitesh. Inshallah që jemi prej xhenetlive. E nëse xhamat, një besimtar që udhëzohet përmes Kuranit, është i devotshëm, i ka çdo 6 cilësi të cilët përmenden te Elif Lam Mim, në fund Allahu xhaleshanuhu premton 2 shpërblime të mëdha. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ata pra, që këto shka i përmenden, që i kanë këto 6 cilësi, të cilët udhëzohen përmes Kuranit, se e besojnë fuqishëm Kuranin, do të kenë hudan min rabbihim, do të kenë udhëzim nga ana Allahu xhaleshanuhu. Allahu në këtë dynja ata do t'i udhëzojë. Çdo herë do të kesh inspirim ta bësh më të mirën. Wa ulaika humul muflihun. E garanca e dytë është se në botën tjetër do t'i jesh i shpëtuar. Pra, udhëzim këtë dynja dhe shpëtim botën tjetër. Këto janë 2 mirësitë e mëdha të cilët i presin besimtarët, të cilët i kanë të cilësi dhe Kur'ani e kanë udhërrëfyes në jetën e vet. Pra në këtë dynja Zoti i udhëzon, ndërsa në botën tjetër Zoti i shpëton. Allahu na bof të jemi prej këtyre. Allahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.